Në teatrin Andonza Koçajupi është mbajtur edicioni i dytë i Autonom Fest, festivalit folklorik rajonal që mblodhi në një skenë të vetme grupet artistike nga të gjitha bashkitë e qarkut. Ansamblet sollën këngë, valle dhe kostume tradicionale, duke e kthyer aktivitetin në një festë të madhe të trashëgimisë kulturore, në nder të 10 dhjetorit, ditës së shpalljes së krahinës autonome të Korçës. Kjo buqetë folklorike që ne sollëm sot është ajo se çfarë na karakterizon në si qark. Dhe ju e pat shumë mirë, këngë, valle, veshje, ngjyra. Ky është identiteti jonë dhe ne kur nuk duhet i largohemi, sepse po i largohemi identitetit ton, atëherë kemi humbur vlerat tona. Prandaj pikërisht ky festival i mëson vlerave tona që na bashkojnë dhe që do na çojnë dhe të ardhmes. Në skenë u ngjitën edhe të rinj pjesë ansambleve të cilët ndanë emocionet dhe rëndësinë që ka për ta, pjesëmarrja në një aktivitet të tillë që i afron me traditat dhe i inkurajon të jenë pjesë aktive e ruajtjes së kulturës popullore. Kjo është një pjesëmarrje shumë e rëndësishme që nuk u vlen vetëm brezave të rinj, u vlen të gjithëve sepse ne përcjellim kulturën, traditën, ne përcjellim emocion tek publiku. Nuk është hera e parë që ne marrim pjesë në këtë festival, Devolli ka qenë gjithmonë pjesëmarrës në festivale të tilla dhe jam vërtet e lumtur që jam këtu bashkë me grupin tim. Ndoshta mund të duket diçka e vogël, thjesht një aktivitet, por për mendimin tim kjo shpreh shumë, sepse ne fillimisht përfaqësojmë qytetin tonë, më pas qarkun tonë dhe në fund gjithë Shqipërinë. E vlerësoj shumë pasi trashëgojmë kulturën tonë te brezat e rinj, njohim shumë grupe të tjerë dhe është shumë i rëndësishëm për ne pasi është një festival folklorik. Autonom Fest është kthyer tashmë në një traditë të përvitshme kulturore për të gjithë qarkun, si një platformë rajonale për dialog kulturor dhe për ruajtjen e identitetit ton folklorik.